Përshëndetje miq të Soli Sol. Ja, erdhi e premtja, është ora 16:30 dhe jam I bindur që juve jeni nisur për në destinacionet tuaja të weekendit. Dhe neve kemi filluar punën dhe do t'jemi këtu me ju për t'ju shoqëruar, për t'ju mbajtur me muhabet, do thoshin ata që na dëgjojnë nga Stambolli, nëse po na dëgjojnë. Pra në turqisht podcastit I thojnë muhabet shqyqyr. Sot kam të ftuar për ju psikologun, mjeshtrin, neurokirurgun, neuropsiqikun, më falni ata shof këtu, doktorin e shkencave psikologjike, zotin Grid Dhuna. Faleminderit profesor që pranove sot të jesh në podcastin ton dhe të ndërrojmë 2-3 muhabete, do thoshin në Turqi, për gjërat, për problemet dhe për gjithçka na rrethon dhe po përjetojmë në këto kohë të vështira, do thosha. Faleminderit dhe në emër të Soli Sol, pra në emrin tim dhe të Artenit. Faleminderit shumë. E vlerësoj jashtëzakonisht pjesëmarrjen time në një diskutim dhe me një bisedë me juve si një personazh tepër karizmatik. Jam shumë I lumtur të jem në një nga podcastet më të ndjekura të hapësirave albane, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Faleminderit juve profesor. Edhe unë me që po e mbani atë stilolapsin, sot po e lë këtë shkopin e Harry Potterit dhe po marr një stilolaps tjetër. Që të jem pak si ju edhe të jemi në unitet si dy figura që flasin seriozisht, që muhabetosen seriozisht, do thoshin në Stamboll. Profesor, si jeni vetë psikologjikisht njerë, pa të tjerat nuk ka problem. Kush po pyet për vetën I dashur, ne jetojmë në një kohë ku moza hyn në ferm, të cilën po të fillojmë ta shtjellojmë në kodin ton psiko-neurotik. Sigurisht që ka një lëpër të dëshiruar, kur një shkrimtare e madhe vendos të jetoj më mirë me kafsh se sa me njerëz, se sa me lexuesit e saj. Dhe më vjen shumë keq që shoqëria shqiptare ndodhet në një moment traumatik, sa ta parapëlqej mozën më shumë si fshatare se sa si shkrimtare, në një kohë që ajo është një poete madhështore, gigante, legjendare, do thosh. Po, të them të drejtën profesor, edhe mua më bëri pak përshtypje, megjithatë prapë gjej një justifikim se në fund të fundit ne të gjithë për like jetojmë. Edhe më dole në shteg dhe të falenderoj për këtë një pyetje kështu. E ndjek fermën profesor? Do ta shikoja fermën, do ta shikoja nëse nuk do t'ishte moza, por fakti që më pëlqen shumë natyrisht që nuk pëlqen. Më fal profesor, po pse kështu? Më dukeni pak konfuz, kam përshtypjen jeni pak konfuz, apo kontraditor? Nuk jam kontradiktor, është konfuz, jam konfuz. Po pra, tash kjo gjëja është gjë e mirë apo gjë e keqe, se nuk po e kuptoj, më falni. Kjo nuk është as gjë e mirë, as gjë e keqe, si çdo gjë këtu në Shqipëri është diçka konfuze. Konfuze, besoj, e kuptoj. Po pse çka ka këtu për konfuzion? Për shembull, të pëlqen e shikon, të pëlqen se shikon me profesor. Nuk ka problem. Natyrisht që të pëlqen e shes, të pëlqen nuk e sheh, por për faktin se unë jam një njeri okupuar me punë, jam një njeri që më presin me 10-300 pacient, natyrisht që nuk mund ta humbas kohën time duke parë mozën të cilën e pëlqej shumë, dhe për faktin që e parapëlqej atë nuk dua të rri pranë televizorit, pikërisht se kam punë. Se ke punë. Po mirë ma si gjithë shqiptarët, tu punu, I sy ke puna, I sy te ferma, I sy te moza, I sy te... E kupton? Edhe pastaj do thushti I digjet gjella. Digjet, po s'ke qa bën. Si gjithë shqiptarët. Nuk di ç'të them, sepse shqiptarët në të vërtetë janë pa punë I dashur.
se sa me punë, kështu që shqiptarët bëjnë sikur punojnë, të tjerët bëjnë sikur i paguajnë, në një kohë që unë kam punë vërtet. Madje do të thosha që pas fillimit të fermës janë shtuar pacientët e mi, pikërisht për shkak të fermës, pikërisht për shkak të Beach Brother, më fal, sepse unë kështu do dëshiroja ta quaja. Okej. Shiko, unë në të vërtet jam i interesuar, jo vetëm unë, por edhe ata që na dëgjojnë, edhe na ndjekin. Desha të pyes lidhur me raportin e shqiptarëve me median. Si është ky raport për mendimin tuaj, me televizionet, me rrjetet sociale, Instagram, me TikTok, TikTok, këto gjërat. Domethënë, ç'a mendimi keni për raportin ton si shqiptar me mediat, po themi, edhe me rrjetet sociale? Ndikon kjo negativisht pra në punën tonë? Absolutisht, që unë do ta jepja me kënaqësi, sepse në fund të fundit ky është misioni për të cilin kam ardhur dhe të flas dhe të diskutojmë së bashku mbi këtë shoqëri traumatike e cila po përjeton dhunshëm transformime të jashtëzakonshme, nga teknologjia, nga ushqimi, nga luftrat, nga gjithçka. Po them për raportin e shqiptarëve me media, po themi me televizionet për shembull, me këto formatet eksperimentale, sociale, me rrjetet sociale. Për këtë po pyes, na ndriçoni pak ju lutem. Na ndriçoni pak. Cili është misioni juaj, profesor? Shiko djalosh, unë mendoj që shoqëria shqiptare po përjeton pikërisht në është një shoqëri traumatike pikërisht për shkak të medias. Si mendon ti për shembull? Sepse media në të vërtetë po e keq përdor audiencën e saj, sepse dhe media vetë është e keq përdorur nga politikanët e saj, nga ata politikanë të cilët e kanë shfrytzuar median për të manipuluar njerëzit, popullin dhe shtresat e ulta, në përgjithësi ata që nuk kanë punë, dhe duke qenë se në Shqipëri nuk ka punë kërkush, natyrisht që ku do të shkosh, do t'i referohesh medias. Dhe në media pastaj vinë programe të tilla, eksperimente sociale të cilat mbajnë të lidhur audiencën dhe të pranojnë manipulimin. Po, manipulimin. Tash është edhe argëtim, profesor, për shembull. Si mendon ti, për shembull? Ka nevojë ky popull për lajme? Po tani dhe lajmet duhen, profesor, se ta marrin vesh a bëhet njerëzit, nëpërmjet lajmeve e marrin vesh. Po pse, ç'të duhet lajmi ty? Çfarë i bën lajmi jetës tënde? Si e ndryshon lajmi jetën tënde? Jetën time po flet për mua personalisht apo për mua si shqiptar? Domethënë po pyet shqiptarët edhe po më merr. Si? Ty personalisht edhe ty si shqiptar normale, sepse edhe ti shqiptari. Po mirë, të them të drejtën, tash për mua personalisht, e kuptoj, lajmi është i mirë, se unë merrem me prodhimin e lajmit, nuk merrem me konsumimin e lajmit. Mua m'intereson lajmi, m'intereson të prodhoj lajmin që njerëzit të më ndjekin. Pra, unë nëpërmjet jush me juve po prodhoj lajmet tani, dhe njerëzit po më ndjekin. Pra, unë jam prodhuesi. Audienca është konsumues. Po mirë, atëre ti si provon më shumë lajme të zeza se sa lajme të bardha, për shembull? Se këtu profesor, vetëm lajmet zeza prodhohen, këtu vetëm të zeza ndodhin. Tu nuk është se ndodh në i gjë e bardhë, për shembull, në i gjë e bukur e kuqe. Këtu vetëm të zeza dëgjojnë. Dhe ato natyrisht do t'i themi. Sepse duhet të jemi transparent me audiencën. Dhe për shembull na thoni ju një lajm të bardhë. Një lajm të bardhë. Këtu lajmet bardha s'ka. O patjetër, le ta provojmë të t'jap një lajm të bardhë, i cili është përpara syve të tu, përpara syve tanë, po kërkush nuk e ka mendjen ke e bardha, sepse të gjithë shikojnë të zezën. Më kupton? Ja, le të marrim për shembull Aranjata. Aranjata është një produkt shqiptar, është një produkt i cili sapo e pi me njerë të qonë në kohën brava, në nostalgji, në kohë të bukra ose në kohë të vështira, por kur njeriu ja ka dal, kur shqiptari ja ka dal, kur burat ishin bura dhe grat ishin gra, ashtu siç thua dhe ti në hapje të çdo emision.
Po, kjo është e vërtet, aranjata është vërtet dhe për këtë neve Ky kemi... është një lajm i bardhë. Po, lajm i bardhë. Nëse nuk të mjafton ky, le të marrim shembuj të tjerë. Jo, më mjafton, sepse dua ta shtoj edhe unë që pikrisht, sepse është një lajm i bardhë, për shqiptarët neve prandaj e kemi dhe sponsor general, prandaj e promovojmë. Aranjata, Uj Spring, Uj Glina, janë ato që na bëjnë neve, na mundësojnë neve që ne të jemi pranë audiencës, pikërisht me mendimet e juaja dhe me të gjithë personazhet e karakteret që vinë në Sojli Sol. Pra, ne lajmin e bardh e promovojmë më shumë se të gjithë. Dhe ja ku është lajmi i bardh. Aranjata, vete thatë. E shikon që neve kur ka lajme të bardha i kemi këtu, jo nuk i shohim. Më jep një lajm tjetër po të duash të bardh, ma gjen një më të bardh se këtë. Do me thënë, le të marrim, le të prodhojmë një lajm të bardh tjetër. Sot një djalë i ri në moshën 20-22 vjeç ndihmoi 2 pleq të cilët kishin humbur rrugën sepse vuanin nga demencia dhe i dorëzoi në shtëpinë e pleqve ku ata banonin. Ky për shembull nuk është lajm i bardh? Po, dakord jam, por si pas pyetjes që ju më bët mua, më thoni pak çfarë ndryshoi ky lajmi ke jeta e këtij djalit. Në jetën e këtij djalit të ri, ndryshoi që bëri një të mirë djalosh, një të mirë. Edhe në momentin që bashkë moshatarët e tij e shikojnë se ky djalë doli në lajme, do të fillojnë me një herë, edhe ata të bëjnë vepra të mira pikrisht për faktin se duan të dalin në lajme, sepse duan të evidentohen. Por media nuk e bën këtë. Po me pra, po thua që ai djali, do me thënë, e bërit mirë, dolin lajme për të bërë i famshëm, po a mund të mbahet media vetëm me lajme të bardha? Ha? Po patjetër mund të mbahet media, pse si është mbajtur shqiptari 50 vjet. 50 vjet në thundrën e komunizmit, pikrisht me këto lloj lajmesh, me propagandë. Na thoshte lumja unë, mu vrabjali për liri. E kupton ti çfarë fraze është kjo? Po fraze E të mëshme. kupton ti çka bër arti në atë kohë. Pra këto ishin lajmet e bukura. Po kjo është gënjeshtër, nuk është lajm i bukur, tash Jepsi. të lutem profesor, tash mos promovojmë gënjesht. Po lajme të bukura nuk është se apo do thuash që nënat vërtet thoshin. Ashtu. Po. Po thoshin nga Afrika, këto nuk janë lajme të bardha. Më vjen keq, po s'ma dhej përgjigjen. Ashtu Nuk si ma dhej. mbahet me lajme të zeza, mbahet dhe me lajme të bardha. Përse u mbaka me lajme të zeza dhe nuk u mbaka? Ajo, këtu nuk mendojmë njësoj, sepse për mua është më me interes ose për audiencën ka më shumë interes lajmi nëse ai djali i ri i kishte grabitur 2 pleq të shkret dhe i kishte lënë në rrugë dhe kishte ikur dhe ata nuk dinin ku të ankoheshin, ku të shkonin sepse ishin me demencia. Kjo po që sjell audiencë. Për këtë është e interesuar audienca. Kjo bën audiencën të na shikoj. Dhe ky është një lajm i vërtet, për shembull. Edhe njerë, kjo sjell like dhe like-et përkthehen në lek, profesor. Tash si t'ja bëjmë? Është më interesant një djalë që grabit 2 pleq se sa një lajm një djalë që ndihmoi 2 pleq. Ja le t'ja lëm për shembull dëgjuesve tantave, ta vendosim. Nëse ne do thoshim çdo moment nga një gjë të mirë, e kupton, shoqëria nuk do kishte nevojë fare të na dëgjonte, sepse do ishin aq të mirë sa do ta kuptonin që kjo sjell lek, profesor. Kur kështu? Po jo më profesor, po them për lajmin, po diskutojmë lajmi i zi apo lajmi i bardh. Kjo sjell lek. Media është kohë e harxuar dëm. Po, më falë, sepse u hutova. Mendova që është e vërtet, nga që unë dëgjoj vetëm lajmet të bardha. Dhe lajmet e bardha janë librat i dashur, është shkolla, është shkollimi, librat, bibliotekat. Po, e shikon që lajmi keq të tërhoqi më shumë profesor se sa lajmi mirë, pavarësisht se lexon libra. Kjo është trauma e vërtet. Prandaj populli shqiptar i gjithi, unë të them që vuan nga sindroma e Stockholmit, dashuron, po sepse dashuron vasalët e tij, dashuron ata që janë zin jetën, dashuron ata që i shfrytëzojnë, ata që i glabërojnë, ata që i vjellim, ata që i keq trajtojnë, ata që i keq përdorim. Pse më profesor? Ti për shembull, le të kalojmë, juve për shembull. A mendon ti se jeta është okay në Shqipëri? Ti si e ke jetën në Shqipëri? Po flet për mua personalisht apo për mua si shqiptar, domethënë që më merr mua dhe më krahason se po kuptoj. Po them, për juve, sepse edhe juve shqiptar jeni.
Për mua, po patjetër, po mua personalisht me thënë të drejtën, unë bëj një jetë të mirë. E kuptoj, kam një rrogë të madhe, bëj një jetë të qetë, punoj, çojmë në mëngjes, vi në punë, punoj, bëj punën time, shqiptarët më ndjekin, më duan, shkoj në shtëpi, ja fuz gjumit, çohem, bëj pushimet e mia, pra më duket që bëj një jetë me kualitet dhe në vendin tim, mbi të gjitha. Jam në vendin tim. Çfarë jetë bën ti? Çfarë jetë? Tashi çfarë jetë them ti? Ja pra, e shikon. Më dole në shteg, apo jo? Tash jetë me thënë drejtën punë shtëpi është jeta. Ja prapë më dole në shteg. Si mund të jesh mirë në një vend ku jeton më mirë ai që s'punon se sa ai që punon? Tani që është vërteta. Sepse vetë the. Apo jo? Kur e mendoj profesor ke të drejtë, ke një lloj të drejtë se më mirë se mua jeton ai që s'punon fare. Këtë po të pyes. Si ka mundsi? Ai që nuk punon të jetoj më mirë se ai që punon. Si jeton më mirë? Mbase se sepse ai që s'punon s'ka ëndra, ndërsa unë që punoj kam ëndra, profesor. Kam ëndra dhe apo Arteni ka ëndra, punon dhe ka të drejtë të ëndërroj. Kurse ai që s'punon, po çfarë mund të ëndërrosh ti në Shqipëri, more djalosh? Çfarë mund të ndërroj unë në Shqipëri? Po ja që e di çfarë mund të ndërroj, domethënë mund të ndërrosh. Çfarë do ndërroj? Unë jam më i miri këtu. Kush është si për me? Çka këtu? Domethënë në të vërtetë e di që s'di çfarë të ndërroj, profesor. Nuk e di. Nëse më ndihmon, pikërisht tra, siç e shikon, sepse realiteti jot është më i bukur se ëndrat e tua, dhe ti që punon, në realitet jeton më keq se ai që nuk punon, i cili ka të drejtë të ëndërroj, ndërsa ti nuk ke të drejtë të ëndërrosh. Qa thumë, profesor? Sepse s'ke çfarë të ëndërrosh. Se kuptoj, si që nga kështu, ma shpjego pak se... Po. Do ishte me interes shumë edhe për audiencën, dashi se na fute në një, profesor, në një gjendje kështu pak konfuze. Atëherë, si është kjo, ti që ndëron, ti që... realiteti im është më... Ti për shembull që ndëron, e ke shumë më të kushtëzuar realitetin, sepse duhet të vraposh drejt ëndrave të tua, sepse mendon që do të arrish ato ëndra. Dhe ti bën jetë shumë më të stresuar sesa Shaba i cili piraki gjithë ditën dhe prej rakis fillon të ëndërroj dhe i duket se ëndrat i ka jetuar. Më kupton? E kuptoj. Pra, juve dhe Shabën që piraki gjithë ditën e shikoni më mirë se sa mua që punoj, ndërsa mua, për shembull, çfarë do më interesonte do ishte që Shaba me atë rakin që pit ishte helmuar, e kupton, dhe të ishte një shembull i keq për të gjithë ata që pinë. Për shembull, që brezi i ri të edukohet e mos pi, bie muhabeti. Tashi, kjo mua do më interesonte si lajm. Unë lajmin do ta bëja kështu, ju do ta bëni ashtu. E shikon pra që këtu ti do të mbjellësh të keqen, të frymëzosh edhe të tjerët. Ja pra, kjo është fatkeqësia, sepse media pasurohet me fatkeqësinë e tjetrit. Jo, këtu të vë ndekon profesor. Kurse shembujt e mirë nuk vrasin, shembujt e mirë frymëzojnë, dhe për këtë nuk i intereson kurkujt asgjë, sepse e mira nuk i prish punë njeriu. Të lutem, unë nuk jam nga ata që pasurohen me fatkeqësinë e të tjerëve. Të lutem. O, po qa bën? Të lutem. Çfarë po bëni, më fal? Çdo me thënë që një lajm të mirë ti e censuron dhe jep gjithmonë një lajm bombastik, me bomba, me luftra, me grabitje, me vrasje, me prostitucion. Do lutem. Prostitucion, profesor? Ku kështu? Këtej, vërdall? Kene i numër aty? Jo, të ndihmoj Martenin. Më vjen keq, por nuk kemi se si ta vazhdojmë bisedën nëse ti... Aba një shaka bërë me
i thur lavde të keqes, nëse ti Po jo, gjërat e mira të mia i censuron. Megjithatë, koha ime mbaroi, ju lutem, Jo, kush i ku mund ta marrim pagesën sepse për kaq e kishim lënë. Më vjen keq profesori, ishte një shaka, nuk është se u thash për numrin e telefonit, e kupton, kështu për se dhe publiku qesh kur dëgjon kështu, wow, prostituciona, ne profesori. E kupton, janë e bëj thjesht për t'i thënë, kështu që nuk të thash gjë. Kot po e kalon, e kupton. Ishte një shaka, Martin, fol. Ju lutem, ku mund ta marrim pagesën sepse Më vjen keq profesor tash ti. për kaq e kishim lënë. Ka nevojë, e kupton, pagesën, neve ja u sjellim në shtëpi, e kupton, ashtu si e meritoni. Jo nuk jeni hamal, bët punën merr parat. Të lutem. Tash na lër edhe neve t'ju respektojmë si duhet. Jo, unë nuk jam hamal, por kështu merren parat gjithandej. Kështu bëhet. Për shembull, unë të shikoj duke bjedhur dhe nuk flas. Dhe nuk është çështja që unë nuk flas pikërisht sepse jam njeri i besës. Unë nuk flas që kur të vi radha ime që të vjedh, mos flasësh edhe ti. Pra, në një kuptim, është një aleancë e heshtur midis të keqes. Po, mirë, më profesor tash, mirë, njësoj është ai më bën tash, kjo dihet tash këto. Ti mos fol sikur ke lind dje në Shqipëri. Tash kjo punë ka qenë gjithë jetën, neve po thjesht po shkëmbej mendime. Ne jemi në podcast, muhabet si thon në Stamboll, në turqisht. Më kupton? Domethënë nuk ka nevojë që ta amplifikojmë kaq shumë. Më kupton, është një podcast sportiv. Si që ka. Ma vjen shumë keq. Tash profesor, të lutem, mos na lër dhe ne t'ju trajtojmë si profesor, ashtu si jeni. E kupton? Nuk ka puna parave. Parat do t'i merrni siç i kanë marrë gjithë të tjerët, e kupton? Ju lutem, parat. Po patjetër. Shiko profesor, nëse do kemi like, sigurisht parat do t'i merrni dhe jo aq, madje, unë kam menduar bashkë me Artenin që të t'japim edhe një bonus. Domethënë varet nga sa njerëz do të shiheni dhe aq do paguheni. E kupton? Ne këtë nuk është se ju më thatë mua për shembull dua kaq edhe e kupton. Domethënë kjo punë është, kjo bisedë do bëhet sipas like-eve. Na bën njerëzit like. Po. Jo, parat do të më jepni. Më jepni parat nëse doni të vazhdojmë. Nëse s'doni të vazhdojmë, unë po largohem. E kupton, ti shkon në shtëpi tash dhe pret një vit, 2 vjet sa të bëhen like-et dhe ne në një moment që juve mendoni që ne nuk ju paguam, në atë moment vin lekët. Kështu që gjithçka kemi rob shtëpi me shok, me koleg, i thuj që gjithëve të bëjnë subscribe. E kupton, të bëjnë subscribe, ne japin like-et që të marrësh lekët, profesor, sepse këtu kemi arritur, natyrisht. Media paguhet me like, nuk paguhet më me para, profesor, si juve. Prandaj, më fan mua mos shko, se ata nuk t'i japin lekët. Kush thasun? Kush? Kjo vit turb, nga podcasti më i ndjekur, do t'jeni podcasti më i ndjekur. S'keni faj ju, kemi faj ne që investuam shkolla, investuam jetën tonë në për libra. Dhe prandaj shtohen pacientët, po nëse do vazhdosh kështu djalosh, të siguroj se pas një viti do vish të mi japësh ato para. Po këtë radhë për shëndetin tënd mendor, jo për mua, sepse unë nuk e kanë problem. Ju dhjefsha emisionin, më falni për shprehje. Edhe unë kam shku në shkollë edhe unë kam investu në për libra, që? Më mund më shash emisionin ti, adi qika tje.